Kjo është hera e parë që shkolla artistike Prenk Jakova nga Shkodra viziton si motrën e saj në Gjakov. Përveç kësaj, nxënës të kësaj shkolle mbajtën një koncert instrumental po në këto ambiente. Anton Kaftalli, drejtor organizativ i kësaj ngjarjeje, u shpreh se këto vizita tash mbas do të jenë më të shpeshta, dhe sa ata mirëpresin edhe shkollën e muzikës së Gjakovës në Shkodër. Na kena ardhur sot me një takim krejt modest, kena për 10 nxënës, s'kena ardhur për me shitmen si shkollë muzikët, megjithëse ne kena 55 vite si mjetë festojmë 55 vjetorin e shkollës, dhe jo përmbori, po shkolla artistike Prenk Jakova Shkodrës ka furnizu pothuajse tan Shqipnin, me instrumentista dhe muzikanta shumë të famshëm. Ndërka që Kastriot Sada, drejtori i shkollës Prenk Jakova në Gjakov, krahas këtij koncerti, tha se në të ardhmen do të ketë koncerte të përbashkëta mes tyre. Bashkëpunimi me shkollat muzikore nga Shqipëria tani janë kthyer në traditë. Vitin e kaluar kishim 2 aktivitete me 2 shkolla të muzikës nga Shqipëria, pra ishte shkolla Elbasanit Onufri si dhe shkolla muzikës Jordan Misja nga Tirana, të cilët po ashtu vitin e kaluar i kishim mysafirë në shkollën tonë. Tani me koncerti radhës ishte me shkollën e muzikës Prenk Jakova nga Shkodra. Me drejtorin biseduam për projektet tona tashme, të cilat do të kemi ndërmjet 2 shkollave në fjalë. E pjesëmarrësit shijuan pikat muzikore të 10 nxënësve që kishin ardhur nga Shkodra.